Miqtë të dashur, po rikthehemi në studio, ora e saktë shënon 10:59 minuta. Është momenti, minuta e fundit për të çlemëruar dhe për t'u urruar shikuesve tanë. Unë do doja një mesazh të fundit. Urime vitin e ri, qoftë ky një vit i ri plot dritë, shpresë dhe bekime. U mbush të jeta me shëndet, dashuri të sinqert dhe sukses në çdo hap. Paq në zemër dhe gëzime në familje gjatë gjithë vitit. Një uratje kemi nga shikuesit tanë. Urojmë për të gjithë shikuesit që na kanë ndjekur me, si ta them, drejtoro. Shumë emocionale ka Valbona sot për ta. Nuk mund t'i gjej fjalët e dura, mirë po që na keni ndjekur me çdo kusht në fakt në emisionin 9:11. Jam shumë e lumtur që do të rikthehemi nga 12 janari këtu në studio të pushojmë pak, e kemi merituar. Mirë po mbi të gjitha qoftë shëndeti prezent në çdo shtëpi, shëndet i plot, u shtofshit në familje, të keni gëzime, lumturi të pa shtjershme në çdo kulm që ndodhenim. Edhe uroj që ky vit Valbona të na gjejë më të shëndetshëm, jo vetëm me trup, por edhe me mendje, miq të dashur, të jemi më të shëndetshëm, të kemi më pak zhurmë kudo që jemi dhe më shumë dëgjim ndaj njëri tjetrit. Uroj që më pak të jemi të nxituar dhe më shumë të gjykojmë gjërat të cilat i bëjmë rreth e rrotull. Dhe uroj që të kemi vetdije kolektive si shoqëri kudo që jemi. Gëzuar vit të mbar, shëndet dhe lumturi gjithmonë nëpër familjet tuaja, miqësi dhe shoqëri. Qëndroni me Alsat se kemi gjëra shumë të bukura. Gëzuar dhe tro, faleminderit shumë. Gëzuar, Valbona, gëzuar. Shihemi me 12 janar të njëjtën kohë, njëjtin vend. Deri atëherë, urojmë të jemi si e më mirë. Festa fillon.